Ja çfarë i ndodh trupit nëse hani 3 vezë në ditë për një javë, do befasoheni. Vezët janë një ushqim i lehtë dhe i lirë dhe i mbushur me proteina që mund të konsumoni. Por veç se plotëson nevojën ditore të proteinës, vezët forcojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Ato janë të mbushura me aminoacid dhe antioksidantë të hekur. Përveç të bardhës së saj, edhe e kuqja e vezës është e mbushur edhe me ushqyes të nevojshëm. Kështu nëse hani 3 vezë çdo ditë për një javë, trupi juaj do të plotësohet me proteinë të cilësisë të mirë, hekur dhe normalizon kolesterolin e gjak, truri do të ketë shëndet më të mirë dhe do të keni kocka dhe dhëmbë të fuqishme. Një performancë më të mirë ditore për shkak të proteinës të cilësisë të lartë, të mbrojtjes ndaj syve dhe parandalimit të kataraktës, lëkurës dhe flokut të mirë. Por më tepër veza mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Vezët janë padyshim një prej produkteve më të mira ushqyese për t'i shtuar vazhdimisht në menunën tuaj ushqyese, dhe konsumi të paktën vazhdimisht disa kokra vezë mund t'japë rezultate të mira në këtë aspekt.